Skandal, klinika dentare në Don Bosco nën hetim për evazion fiskal dhe produkte të skaduar, arrestohet administratori turk. Klinika dentare në zonën e Don Boscos në Tiranë, Dental Turk, është zbuluar se operonte në kundërshtim me ligjin duke përdorur produkte të skaduara dhe duke shmangur detyrime tatimore. Seksioni për hetimin e pastrimit parave dhe aseteve kriminale finalizoi operacionin policor të koduar Dentist, gjatë të cilit u arrestua administratori i klinikës shtetasi turk Ahmet Ildizoglu, ndërsa vunën hetim edhe 3 punonjës të tjerë. Gjatë kontrollit, policia gjeti dhe sekuestroi rreth 300 shishe me produkte dentare, shumica të skaduara dhe pa fatura zhdoganimi me vlerë rreth 100.000 euro, si dhe një sasi mandatesh të pa fiskalizuara. Hetimet vijojnë për të përcaktuar dëmin ekonomik dhe penalitetet që rrjedhin nga kjo veprimtari e palishme. Njoftimi policisë Tiranë. Seksioni për hetimin e pastrimit parave dhe aseteve kriminale finalizoi operacionin policor të koduar Dentistri. Zbulohet se në një klinik dentare në Don Bosco kryej evazioni fiskal dhe shërbej me produkte të skaduara. Sekuestrohen 300 shishe me produkte, shumica të skaduara pa fatura zhdoganimi me vlerë rreth 100.000 euro, si dhe mandate të pa fiskalizuar. Arrestohet administratori i klinikës shtetasi turk. Vihen në hetim koordinatoria e subjektit dhe 2 laborant. Si rezultat i administrimit të shpejtë të informacioneve të siguruara në rrugë operative se në një subjekt klinik stomatologjike në rrugën Don Bosco kryeshin krime ekonomike dhe krime kundër shëndetit të jetës, specialistët e seksionit për hetimin e pastrimit parave dhe aseteve kriminale finalizuan operacionin Dentistri. Gjatë ndërhyrjes në ambientet e klinikës u kap dhe u arrestua administratori i subjektit shtetasi turk AY 59 vjeç. Gjithashtu u kapën në flagrancë 3 punonjës të klinikës, konkretisht koordinatorja shtetasi BK 35 vjeç, si dhe 2 laborantët shtetasi LS 21 vjeç dhe A 42 vjeç, për të cilët nisi procedimi në gjendje të lirë. Nga kontrolli në ambientet e klinikës u gjetën dhe sekuestruan me cilësinë e provës materiale 300 shishe me produkte shumica të skaduara me vlerë rreth 100.000 euro, të cilat nuk dispononin fatura zhdoganimi, si dhe mandate të pa fiskalizuara. Vijojnë hetimet për përcaktuar dëmin ekonomik që i është caktuar shtetit si pasojë shmangjes së detyrimeve tatimore nga ky subjekt. Materialet procedurale ju referuan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.